Ish ministri i Brendshëm, Samir Tahiri, ka bërë një lëvizje të papritur dhe ka shkaktuar shumë reagjime pas një videoje të publikuar në internet. Ai është filmuar në Thailand, ku shfaqej duke kaluar pushime me familjen e tij. Kjo ngjarje ka ngritur shumë pyetje dhe ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik, pasi Tahiri, i cili është një personazh i njohur i politikë shqiptare, është ende në një masigurie të dhënë nga drejtësia shqiptare. Ai ka qenë i dënuar më parë me burg, por aktualisht ndodhet në një masaresti shtëpie. Filmimet e publikuara në rrjetet sociale kanë shkaktuar shumë polemika, pasi ato tregojnë ish-ministrin duke udhëtuar dhe relaksuar në një vend të huaj, duke thyer kështu ndoshta kushtet e masës së arrestit të shtëpisë që ai ka marrë nga autoritetet shqiptare. Ajo që ka tronditur më shumë është fakti që ky udhëtim është bërë ndërkohë që Tahiri nuk ka marrë leje për të udhëtuar jashtë vendet, duke ngritur dyshime se ai mund të jetë përfshirë në një veprim të paautorizuar dhe të jashtëligjshëm. Deri tani, asnjë reagjim nuk ka ardhur nga qeveria shqiptare ose nga Partia Socialiste, e cila ka qenë shumë e angazhuar në periudhën e shkuar për të mbështetur ish-ministrin gjatë periudhës së hetimeve dhe gjyqit të tij. Megjithatë, heshtja e autoriteteve tani është bërë një pikë pyetje për shumë analistë dhe qytetarë, të cilët kërkojnë sqarime rreth kësaj situate dhe ndikimin që ajo mund të ketë në imazhin e qeverisë dhe të Partisë Socialiste. Tahiri, i cili është përfshirë në një skandal të madh lidhur me akuzat për trafikim droge, ka qenë një nga personazhet më të diskutuara në politikën shqiptare. Pas një periudhe të gjatë hetimish dhe procesi gjyqësor, ai u dënua për abuzim me detyrën, por më pas dënimi i tij u ndryshua në arrest shtëpie. Një masë që ka shkaktuar shumë debate për sa i përket drejtësisë dhe ndjekjes penale në Shqipëri. Në këto kushte, largimi i tij nga Shqipëria ka shtuar dyshimet dhe ka ngjallur më shumë shqetësime në lidhje me mundësinë që ai të përfitojë nga një situatë që mund të ketë mbetur jashtë kontrollit të autoriteteve. Shtrohet pyetja se çfarë do të ndodh tani dhe a do të ketë pasoja për Tahirin nëse ai ka thyer kushtet e arrestit të shtëpisë. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatën? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.